Në shtëpi s'kena pas gjë. Në lagje jena gjithë njësoj. Jetoj me nonën dhe me motrën e vogël, po nona është çike smur dhe mundoj me ndihmu sadopak me thon drejtën. Shifja në Instagram e TikTok të rinj si puna ime, moshatar, cilët kishin makina, kishin pare, lëviznin, edhe kisha zili me thon drejtën. Fillova tu shpërnda një gjë të vogël. Në fillim shkoj mirë, fillova tu blej një gjë për vete, fillova tu sjell një lek në shtëpi. Motrës i pëlqeu shumë se i bona i dhurat, i bleva i çantën. Derisa një ditë bukur dikush kishte folën e më kapën. Gjyqi ishte i shkurtër. Burgu i fëmijëve është i rënd. Aty e kuptova që isha fut një rrugë qore, si me thonën. Rria menoja për nonën, motrën, që i kisha lënë vetën. Jam futi zanati tri. Jam të mësu, po më pëlqej se ka lek, pun ka sa dush. Si me thonën e kam vendos që do bëhem ustaj vetes. Rruga shkurtër ekziston, por të çon në burg.